Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, hiqni dorë me njëherë nga këto ushqime, rrisin tensionin e gjakut. Sipas ekspertëve, hipertensioni është një problem shumë i përhapur në ditët e sotme. Sipas tyre, ushqimet e kripura nuk duhet të konsumohen më shumë se 6 gram krip në ditë, të paktën rreth një lugë çaji. Kjo pasi shumica e njerëzve e tejkalojnë këtë sasi dhe kjo më pas çon në hipertension. Ushqimet të cilat janë të pasura me sheqer dhe yndyrë, ato nuk ndikojnë drejt për drejt në tension, por janë me shumë kalori dhe mund të çojnë në shtim në peshë, gjë e cila lidhet me rritjen e tensionit të gjakut. Alkooli duhet konsumuar me mas pasi teprimi rrit tensionin dhe peshën trupore. Kafeina e tepërt mund të rrisë përkohësisht tensionin, por efekti zvogëlohet me përdorim të rregullt. Nuk është e nevojshme t'i përjashtoni plotësisht, por të paktën të tregoni kujdes edhe me sasinë e tyre. Tensioni i lartë ose hipertensioni është një sëmundje tepër e rrezikshme e cila mund të vërë jetën e njerëzve në një rrezik të madh ndaj sëmundjeve të zemrës. Një numër i lartë njerëzish janë diagnostikuar nga kjo sëmundje, por shumë kanë hipertension dhe nuk janë në dieni. Për të patur hipertensionin nën kontroll duhet vetëm të jetoni një jetë të shëndetshme dhe të bëni një dietë të mirë ushqimore, si edhe ushtrimet fizike. Tensioni i lartë është i menaxhueshëm nëse ndiqet një dietë e caktuar dhe nëse mund të shmangni disa lloje ushqimesh siç janë fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara dhe në veçanti fasulet kanë një numër të lartë natriumi, sepse janë të përdorura për shkak të një afati më të gjatë të skadencës. Përdorimi i fasuleve gjithashtu mund t'ju ndihmojë në qëndrueshmërinë e tensionit. Gjithashtu, nëse do të përdorni fasule të konservuara, më parë duhet që të hiqni 41% të natriumit, duke i kaluar në një kulles në fillim. Supa e gatshme. Do të shokoheni nëse zbuloni se sa shumë elemente kimike ka në supën e gatshme, sepse ndihmojnë në mbajtjen e makaronave dhe perimeve të cilat janë të gatuara para shumë kohësh. Produkte domatesh të gatuara. E keni vënë re ndryshimin midis domates, të cilën e rrisni vetë dhe atë që e blini në dyqan, domatet të cilat rriten në sera në një sasi tepër të madhe janë zakonisht të ushqyera me pesticide për një kohëzgjatje më të madhe të produktit. Mishi dhe nën produktet e tij. Mishi i paketuar që përfshin hot dog, prosciutto dhe sallam janë të lidhura me kimikate të cilat ndihmojnë për një kohëzgjatje më të madhe kohore të produktit. Ushqimet e ngrira. Jeni në dieni se ushqimet e ngrira janë të gatuara një vit para se ju t'i konsumoni. Një sasi e madhe kripe është e përdorur që mishi të ketë njëjtën shije si të ishte i sapo bërë në momentin që ju e konsumoni. Ëmbëlsirat. Ju e dini tashmë që ëmbëlsirat janë thjesht sheqer dhe kalori boshe, por është vërtet e dëmshme për ata persona të cilët kanë edhe dhëmb të butë. Ndërkohë, sipas informacioneve, shumica e sëmundjeve, në veçanti kolesteroli i lartë i gjakut apo problemet me trigliceridet, lidhet me faktin e një diete të pashëndetshme. Nëse vuani nga këto sëmundje edhe nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të bëni një stërvitje të rregullt dhe të mbani një peshë konstante, të konsumoni ushqime të shëndetshme të tjerë. Përveç këtyre, ne do t'ju japim edhe një recetë natyrale e cila do ju ndihmojë në trajtimin e këtyre problemeve. Përbërësit janë
një thelpi hudhër, gjysmë gote lëng limoni i freskët, gjysmë lugë çaj xhenxhefil, një lugë çaj utho molle, një lugë çaj mjalt i papërpunuar. Ndërkohë, përzihni të gjithë përbërësit së bashku dhe vendoseni në një kavanoz qelçi. Konsumoni nga një lugë çaj të përzierjes çdo ditë para çdo vakti. Ju mund të tresni një lugë të kësaj përzierje edhe në një gotë me ujë të vakët dhe ta pini. Përfitimet shëndetësore. Hudhra ul nivelin e triglicerideve, kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak e të tjerë. Ndërkohë, përfitimet shëndetësore që sjell xhenxhefili dhe uthulla e mollës është fakti se janë dy përbërës shumë të mirë në eliminimin e këtyre problemeve shëndetësore gjithashtu. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë filloni me patjetër dhe të përdorni këto produkte. Shega. Shega është një frut i cili njëkohësisht është i pasur me antokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje sëmundjesh. Gjithashtu ndihmon në uljen e kolesterolit të keq si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mundet të përdoret si lëng apo kokrat e saj mund të përdoren në sallatë, smoothie apo salca. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut, kështu që sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari. I pasur me nitrate, lëngu i panxarit gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet gjithashtu shndërron në oksid nitrati që përmirëson funksionin e enëve tuaja të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë më mirë dhe për këtë arsye të mos shkaktojë hipertension apo ngushtim të arterieve. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët, të pasur me minerale dhe acid citrik, limonët dhe lëngu i tyre sipas studimeve ka dalë në përfundimin se është mjaft i mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide, ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar, deri në 50 gram në ditë, japin trupit antioksidantët e duhur, të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra. Nëse e pëlqeni, duhet të dini se edhe muret e arterieve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata të cilët konsumonin hudhër shumë. Prandaj, në qoftë se edhe ju keni këtë qëllim, atëherë mos e ndani hudhrën nga dieta juaj ushqimore, të paktën një thelpi në ditë. Boronicat. Ngjyra e tyre e errët është një tregues që ka sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin tuaj të gjakut. Mirë po duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.